5-6 orë do mishi qëngjit që të përgatitet edhe të jetë gati në furrën me tulla. Tani këtu po e shikojnë, kështu e shikojnë nëse mishi është i pjekur apo jo. Kanë vënë edhe kukurecin aty që të piqet bashkë me mishin. Në fillim që e provuan nuk ishte i pjekur mirë dhe duhet që ta vendosin prapë që të piqej. Zakonisht kaq merr 5-6 orë se duhet të piqet avash edhe të siç themi neve të shkrifet, të bëhet lloku mishi. Këtu më duket se është gati tani mishi parë, se kishin 2 mishra për të pjekur. Po e provojnë aty edhe është gati, siç mund të shikoni për vëlonë. Nuk mund ta prekin dot lehtë, por po e bëjnë. Prindrit, xhaxhallarët, dajillarët të gjithë aty po ndihmojnë, edhe kështu duhet. Kur mblidhet i gjithë fisit, të gjithë janë në aksion që të dali mishi perfekt, se është kryesorja e tavolinës, mishi i pjekur. Domethënë dhe pastaj të gjitha të tjerat me radhë. Aty po e pret babi mishin, atë ç'është kjo? Këmba është, këmba duhet jep. O zot, si e për... Jo, mos ishte shpatula, mos u gënjeva. Nëse tani shpatull këmbë, të kisha një copë paletise që të ishte. O zot.